Zona e Lushnjës është një ndër zonat me risk të lartë nga zjarret e shumta. Vetëm 3 ditët e fundit janë regjistruar 8 zjarre, kryesisht në zonat rurale, ku më problematike ka qenë zona e Karbunarës, ku dogjen agrume ullishte e magazina fermerësh dhe zjarri i rënë në Karavasta që dogji qindra rrënj ullishte. Në konkluzionet e dala nga specialistët e sektorit zjarfikës Lushnjë, si dhe ekspertët e grupit hetimor, në të gjitha rastet, zjarret janë shkaktuar nga djegja e mbeturinave bimore nga fermerët, të cilëve u del situata jashtë kontrollit. Rasti më i fundit i zjarreve është në fshatin në Rupaj, njësia administrative Krutje, ku zjarri ka dalë jashtë kontrollit dhe është dashur ndërhyrja emergjente e zjarrfiksëve për të shmangur djegjen e banesave, serave dhe një parku me blet. Sotir Boçi, banor në fshatin Rupaj, shprehet se zjarri ishte i qëllimshëm dhe se banesat rrezikuan të digjeshin. Vetëm sera ju është dëmtuar? Sera, 1.600 serë, 43 ullinj, ja të ka ullinj aty anës. Edhe janë 10 shtëpia, shqyrtyi që këto shtëpia të pakën. Erdhi zjarri drejt banesës? Drejt banesës, hapër 5 metra. Erdhën zjarrfikësit e shua? Jo, zjarrfikët e këtej nuk ishte nga hyrën, patëm ujë nga shtëpia, që e pikën. U mblodhën 10 vet atje që me zorë që e pikën. Zjarri vën u dhe dije edhe sot. Mendon se është zjarri qëllimshëm ky sot? Po, e vë dieta. Nëse po vjen nga puna, ne pam që nga makina u tymi i madh. Përgjegjësi i sektorit zjarfikës Lushnjë, Xhezmi Metushi, u bën thirrje fermerëve që të lirojnë rrugët e zonës si dhe të mos djegin mbeturinat bujqësore, pasi jemi vetëm në fillim të stinës së nxehtë, dhe se ligji do të veprojë me gjitha shpërsinë e tij për ata që shkaktojnë zjarre. Sapo kemi përfunduar fikjen e një zjarri problematik, i cili mund të bënte dëme të mëdha, por aktualisht na u dojt një pjesë sere. Forca zjarfikëse erdhën me shpejtësi të madhe dhe kemi shpëtuar rreth 20-30 blet dhe 3-4 familje banesa pa u djegur. Unë u bëj thirrje të gjithë banorëve, të gjithë fermerëve, të heqin gardhet nga pronat, nga tokat e tyre, sepse na pengojnë shumë gjatë lëvizjes. Kam hyrë 2-3 herë në këtë drejtim që jemi ne nga mbrapa këtyre banesave për të fikur zjarrin dhe ishte e pamundur të shkoja deri në objektivin që kishim neve. Kaluam nga ana tjetër e fshatit që mundëm që të lokalizojmë zjarrin edhe ta fikim ata. Kështu që unë edhe njëherë u bëj thirrje të gjithë qytetarëve të kenë kujdes. Kaq. Zjarret, unë edhe dije që është po në këtë vend. Edhe dije kam qenë po në këtë vend. Dije kam pas 6 raste zjarri. Këtu në Karbunar, në Qerretëri, në Pirë, në Savër, kam qenë në 6 vatra zjarri. Kjo është vatra e dytë. Digjen ambulloret edhe zjarri hapet del jashtë kontrollit. Fryn edhe erë, zakonisht zjarret ndodhin mas dite, ligji është ashpërsuar, unë mendoj se duhen marrë masa për këtë drejtim. Ndërkohë, janë ndaluar 2 persona për zjarrvënie në Lushnjë.